إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Falenderimet, lavdrimet, adhurimet, hamdi qoftë vetëm Allahut Azza wa Jall, ndërsa salavatet dhe selamet të përzemërta i dërgojmë shëmbulltyrës tonë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit, Allah na bëj prej tyre, amin. Vëllezër të dashur besimtar, temat të cilën fillimisht e përkujtoja veten time, pastaj inshallah taala do që përkujtoj edhe juve, ka të bëjë me temën dora e sipërme është më e mirë se dora e poshtme. Vëllezër të dashur, në mes vlerave më të mëdha që Allahu na ka dhuruar neve është që na dha Islamin, na bëri njerëz besimtar, antar të shoqërisë njerëzore. Nderi i muslimanit nuk matet me pasuri, nuk matet as me pozitën që ka, por matet me ndershmërinë, matet drejtësinë, pastërtinë e zemrës, edhe sa të pastërta i ka duart. Këto janë njësi të matëse që matë Allahu vlerëson, peshon besimtarin musliman. Ndër çështjet më të rëndësishme të nderit, ndër çështjet më të rëndësishme të nderit është edhe nderi financiar. Pra, njeriu duhet të bëj shumë kujdes ta mbajë nderin e tij në financë. Islami na ka mësuar se pasuria është një sprovë dhe nuk është qëllim. Atyre që ju ka dhënë, ti sprovoj se si e fitojnë dhe si e harxojnë. Atyre që më pak ju ka dhënë, ti sprovoj se sa do të durojnë në vendimet dhe caktimet e Allahut të lartësuar. Mirë po, kjo pasuri mundet të na ngrit lart nderin dhe fytyrën tonë, nëse ajo merret me nder, respekt, drejtësi, dhe ka mundësi të na humb fytyrën tonë në dunjë dhe në ahiret, nëse ajo bëhet qëllim dhe nuk shifet se si merret edhe ku shpenzohet. Pra ka mundësi të na bëj të veçantë, të na ngrit shumë lart, por në të njëjtën kohë ka mundësi të na ul shumë poshtë dhe të na shkatërroj. Këtë më smir ti nderin financiar. Pra, ta marrish pasunin atë që të takon me kryen lart, duke i shikuar njerëzit në sy, me nder, e duke mos u mbledh, duke mos u shtrëngu, edhe duke mos bër lajka, pa drejtësi, mos ndershmëri në marrjen e saj. Thot pejgamberi alayhis salam, an Hakim ibn Hizam, shumë është një rast interesant, një ka mësime të hatashme për nderin financiar. Transmeton Hakim ibn Hazim radhiyallahu anhu transmeton Hakim ibn Hazim duke thënë, Qala sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'atani. Hakimi shkoi një ditë te pejgamberi alayhis salam dhe i lipi pejgamberit sa. Kom bet keq ja Resulullah, tha nam, tha s'kom, kom bet keq.
i ka dhonë. Thumme sa'altuhu fa'atani. Prap, thot mbeta keq, shkova i lipa name dhe më dha. Thumme sa'altuhu fa'atani për streti qëtash. Mbeta prap, keq, ja Rasulullah ko mbet keqbe, na. Dhe për streti i tha kështu, shifnja këshillën, dhe shifnja nderin e marrjes së pasurisë me nder, sinqeritet dhe drejtësi. Çfarë tham? Inna hadha al-mal hadiratun halwa. Me të vërtet, kjo pasuri është e gjelbër dhe e amël është bre. Është e amël viranja. Femen akhadhahu bi tibi nafsin burike lehu fih. Ama shifni ç'tash. Kush e merr atë me zemër të qetë, pa lakmi dhe etje për të, pa mu bëdi, kështu, të marish. Po shif, kush e merr atë me zemër të qetë, pa lakmi, duke mos e pas qëllim pasurin, pa lakmi, jetë lakmonet, bën këti politik, bën ati, që qëse një kafe këti, ti shkon ati, bën, dhe me thonë, e keni parasysh, dhe me thonë, atë qëllimin e hadithit, por se ta marish, me kry nalt, e kam punu, e kam fitu, më takon, kjo është e imja me krenari. Nëse e merë kështu pasunin, shifni qëtash, kjo shumë rëndësishme, buri ke fi, Allahu dhe t'jape bereqet. Atër dhe knaqësh, e në pasunin dhe bësh, e në bereqet dhe kjesh, stabilitet dhe kjesh, këtë dhe ti kjesh. ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. Dhe kush e merr atë me lakmi, me çdo kusht ta marrë, ai mund të marrë, mund të ketë numër, ama bereqet nuk do të ketë në atë pasuri. A shifni se e rëndësishme që kanë nderi i pasunisë? A shifni se cila ngelen, cila e shton Zoti dhe cila t'je bereqet? Që e merë pa lajka, pa lakmi, me nder, halal edhe krenar. Wa kana kalladhi ya'kulu wa la yashba. Ai cili e merë me lakmi dhe në formë jo të sakt, i ngjan atij cili han, keni pa njërë, han, ama nuk fryhet. Mate që me pas të hanë e prap han. Më të që prapaj han, edhe nuk frihet, edhe ki, aj dëmare, ama nuk i bën do të dobi se s'ka bereqet ka ajo. Wal yedu l-ulya khairun min yadi s-sufla, tha pejgamberi. Dora e sipërme bohu prej bujarëve që fiton me halal edhe jep. Shihni sa e bukur. Dora e sipërme, dora e lartë, ajo që jep, është ma e mirë se ajo e poshtëmja që lipën, që i thot dikujt nam. Kale Hakim, fe kultu ja Rasul Allah. Hakim i tha, i dha fjalë, shifat si e morë mësimin. Neve gjithë ditë na morim mësime, i shofi për si morim, interesant. Hakimit njëherë ja dha një mësim Muhamedi a.s. edhe e mori dhe u bë shembull, nëse të kësaj dite e sqarojmë këtë hadith dhe të sqarohet sa tjetë bota. Kale Hakim, i thash pejgamberit a.s. Ja Rasul Allah, walladhi ba'athaka bil haq. Betohem në Allahun i cili të ka dërgu me hak. Në Kur'an, në fe, në shpallje. La arzau ahadan ba'daka shay. Pisot e kësaj dite. Vetë dhe da fitoj dhe as kujt nuk i lipi as zho, hiq. Hatta u farika dunja, derisa qfar të largohem nga dënjaja. Hakimi ishte besimtar, i menqur. Kure gjente mësimin a je merte. Pastaj erdhe Abu Bekrin pushtet, i jepte dhurata, para me ndas dhuratat nuk i merte. I tha, more nuk duhet, ja. Erdhe Omeri, i jepshin, prap, nuk i mori nga askush, pat pasurin e ti dhe i dha Zoti bereqet. Pra, pa dishim o vëllezër dashur, pasuria është e gjelbër dhe e amël, mirë po, është shumë e rëndësishme se në çfarë forme ne atë e marim edhe në çfarë forme e shfrytëzojmë.
Begatia, burike, shi bereqet. Begatia nuk është në mas, në numër. Një copë buke halal është më e mirë se sa 10 haram e me lakmi e jo në formë të saktë. Të kërkosh me halal, të mos shtrish dorën pa nevojë dhe mos lakmosh në atë që të tjerët kanë, kjo është rruga më e mirë. Ai kuptoi nderin dhe rëndësinë e tij dhe Allahu e nderoi edhe çfarë? I dha bereqet në pasurinë e tij. Kështu pra vëllezër, muslimani i nderuar nuk poshtrohet për pasuri, nuk mashtron, nuk tradhton, nuk kërkon me lakmi. Ai punon, përpiqet, jep, kjo është esenca. Po kur ka nevojë, merr me merit dhe dinjitet. Lutim Allahun e madhëruar me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, na jep pasuri neve. Jepu pasuri fëmijëve tonë, o Zot, jepu pasuri mbar besimtarëve musliman dhe na bëj sebeb që ajo pasuria jonë tjetë nga shkaqe që fitojmë kënaqësinë tënde në dunja dhe në ahiret. Amin. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum wa li jamil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu wa tubu ilayhi innahu huwat tawwabur rahim.